Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit në bashkëpunim me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë zhvilluan një operacion të posaçëm gjatë orëve të natës në kuadër të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e gjuetisë së palishme në territor. Gjatë kontrolleve në fshatin e Arrës, efektivët kapën në flagrancë 3 shtetas nga Shkodra, të cilët dyshohen se po përgatiteshin për të kryer gjueti në një zonë të mbrojtur. Sipas burimeve policore, grupi kishte me vete pajisjen e plot për ushtrimin e aktivitetit ilegal, ndërsa priste momentin e duhur për të nisur veprimet. Nga kontrolli ushtruar në automjetin dhe sendet që ato mbanin me vete, policia sekuestroi 3 armë gjahu, sasi fishekësh dhe 4 qenë gjahu të trajnuar për gjetjen e presë. Gjithashtu u gjetën mjete të tjera ndihmëse që përdoren zakonisht për gjuetin ilegale, të cilat tashmë shërben si prova materiale në procesin hetimor. Pas dokumentimit të plotë të veprimtarive materiale, procedurat ju referuan prokurorisë së Lezhës dhe ka nisur procedimi penal për 3 shtetas të akuzuar për shkelje të ligjit për gjuetin dhe mbrojtjen e biodiversitetit. Policia e Lezhës njofton se kontrollet do të vijojnë në disa zona të qarkut me fokus të veçantë në territoret e mbrojtura ku raportojnë raste të përsëritura të gjuetisë ndaluar. Uniformat blu apelojnë edhe një herë se gjuetia e palishme jo vetëm dëmton ekosistemin dhe faunën e egër, por përbën një vepër penale për të cilën do të vijojnë të merren masa pa tolerim.